Është zhvilluar këtë të shtunë në ambientet e Pallatit të Kulturës Shefqet Doda të qytetit të Burrelit, promovimi i librit monografik Doktor Sali Kurti, ikona e stomatologjisë shqiptare, me autor shkrimtarin Hamdi Hysuka. Aktiviteti i cili u moderua nga gazetari Defirmet Hasani ishte mbledhur intelektual të fushave të ndryshme, familjare miq të mjekut stomatolog Sali Kurti. Fillimisht të pranishmit u njohën me një dokumentar prej 20 minutash mbi rrugëtimin jetësor e profesional të mjekut të mirënjohur stomatolog Dr. Sali Kurti. Jeta e mbushur në sfida e arritje u shfaq nëpërmjet këtij dokumentari me rrëfime personale e të atyre që e njohën. Më pas një recens të monografisë se Dr. Sali Kurti, ikona e stomatologjisë shqiptare, e mbajti redaktorja e këtij libri, Jolanda Lila. Libri ka një strukturë shumë logjike, kronologjike, sepse fillimisht flitet për jetën e profesorit, por flitet në mënyrë të përmbledhur dhe sintetizuese, me logjik, sepse përderisa ekzistojnë 2 libra të tjerë biografik që e trajtojnë në detaje jetën e tij, autori është ndalur në stacionet kryesore të jetës së profesorit dhe i ka paraqitur me shumë kujdes. Në pjesën e dytë janë renditur të gjitha vlerësimet dhe nderimet që janë bërë profesor Saliut, që nga titulli qytetar nderi, mjeshtër i madh, njeriu vitit e të tjerë, dhe në pjesën e tretë është bërë grumbullimi i gjithë materialeve, artikujve që janë botuar në shtypin e shkruar, apo librave, pra pjesëve sytheve që ekzistojnë brenda librave biografik dhe bibliografik, mbi personalitetet të ndryshme të vendit, ku padyshim një vend të veçantë ka pasur edhe pasqyrimi për jetën dhe veprën humane dhe intelektuale të profesor Sali Kurtit. E gjitha kjo është finalizuar në fund edhe me disa intervista, ku në veçanti unë do të theksa ose do të vija në pa intervistat që janë bërë me familjarët, se si e shohin ata rolin e profesorit si bashort, pra kemi intervistën e zonjës Iqbale, si baba, dhe kjo besoj se sjell një dritë të re mbi mënyrën dhe se si profesori është për te asaj që ne e shohim në kostumin zyrtar, dhe besoj se kjo është një pjesë shumë interesante e librit. Mbi figurën, veprën dhe kontributin e Dr. Sali Kurtit folën edhe kryetaria e Këshillit Bashkiak Mata Nila Stafasani dhe nënprefekti i Matit Hasan Pasha. Unë me doktorin fakt nuk njihem nga afër, jemi takuar disa herë, por kam vënën që vjen shpesh herë në Mat. Thot një fjalë francezi: kush ikën vdes pak e nga pak. Doktori kthehet sepse e do Matin, ka respekt për Matin, ndihet mirë në Mat dhe e duam dhe e respektoj në Mat. Se ndoshta ka dhe të tjerë që nuk din të kthehen në vendlindjen e tyre dhe duhet ta kërkojnë nga vetja. Unë Sali Kurtin e kam njohur prej vitesh, kur ishim në Këshillin Bashkiak, i ndjeri Petrit Frangu solli propozimin nga Konfederata e Shqipërisë që ai të ishte qytetar nderi i Matit. Dhe të gjithë këshilltarët e Matit pa përjashtim miratuan që ai të ishte qytetar i nderit, sepse kishte merita të veçanta në rrethin tonë. Po ashtu në librat e mi të fundit e kam cituar, e kam mbështetur, e kam promovuar si një figurë fisnike, një njeri bujar, human, zemërmirë, një familjar i devotshëm dhe një njeri i përkryer. Të uroj shëndet Sali, jetë të gjatë dhe mbarësi. Kantautori Esat Ruka e të ftuar të tjerë ndan momente të njohjes me Dr. Sali Kurtin, duke vlerësuar tek ai shpirtin human. Faleminderit nderuar miq, pranishëm. Faleminderit Sali Kurti që më dhe shansin të thyej barierat e krijimtarisë, lista e të cilëve është shumë e gjatë, asnjëherë e mbaruar, por nëse për të tjerët kemi kënduar kur ata nuk janë më midis nesh, rron vetëm vepra e tyre, ideali i tyre, për Sali Kurtin ishte domosdoshme që ta sillja në prezencë, sepse të gjithë hapat e tij janë një frymëzim. Urimet më të mëdha për Sali Kurtin në radhë parë për shëndetin e tij. Të uroj mbarësi në familjen tënde të mrekullueshme, të uroj të ndjesh
respektin e gjithë atij kontributi që ke bërë një jetë të tërë. Unë e kam patur personazh të 3 librave të mi, të fitosh titull i njëri, Dibra dhe Dibranët në panteonin e vlerave dhe Zëra bashkohor, po jo vetëm në libra. Për doktorin sa herë takohet, frymëzohet dhe kam shkruar për të në gazetën Panorama më e madhe e përditshme shqiptare, në letrare kulturore nacional e në disa portale, sepse ja vlen të shkruash, ja vlen të promovosh një personalitet si Sali Kurti. Ju them doktorit, lumë trashëgimtarës e zemrës tuaj, që do të ndjekin dhe do të ecin në gjurmët e krenarisë dhe fisnikërisë, me të cilën ti u ke lënë shumë vlera. I ndjekshin ato gjurmë dhe krenoshin edhe më shumë. Të uroj shëndet, suksese, të pasim sa më gjatë mes nesh. Jo, e ka bo doktorin ky qashtë, vujtjet, dalgët e jetës. Ajo që unë ja e biroj doktorit Gjujti, ajo mënyrë se si i përballon dalgët e jetës doktorit. E që e bëjnë me nej 3 sot këtë morë që ashtë i shembull i jashtëzakonshëm për ne. Pra ne, kjo është leksioni më i madh që u jep brezave që vinë, jo pasuri, po kjo përvojë e madhe jetësore që ti u jep gjithë, se si përballohen sfidat dhe dalgët e jetës. Të uroj jetë gjatë, shëndet, e t'jesh aktiv, dinamik, me gjithë këto të mira, e përvoja që ke të vazhdosh të na udhërrëfesh, na frymëzosh të gjithë. Kullat e matit shpesh herë kanë morë për mosa kombëtare dhe një rast shtëpia e Sali Kurtit në Burren u bë shtëpia mbar kombëtare shqiptare me personalitetin e madh, profesorin e nderuar, poetin e paharruar, e që në kalon një trashëgimi të madhe, Dritëro Agolli, që legjëroj e kjo shtëpi dhe dëgjoj gjithë Shqipëria. Suksese të mira. Aktiviteti mori ngjyrat e një feste me interpretimet e valleve të krahinës nga grupi i vajzave të ansamblit Mati, këngëtarës Jola Muça dhe instrumentistit Barneli. Libri monografik Dr. Sali Kurti, ikona e stomatologjisë shqiptare, është një vepër biografike dhe publicistike e autorit Hamdy Ysuka, i cili me së tjera shtas se libri vjen si një dëshmi e plotë dhe e detajuar e kontributit gjysmë shekullor të Dr. Sali Kurtit, një prej figurave më kontribuitive të mjekësisë dentare dhe një humanisti të palodhur, i cili u bë model suksesi duke ndërtuar karrierën e tij. Medaljen në qarkullim të librit tim Dr. Sali Kurti, ikonë e stomatologjisë shqiptare, ndjeva dhe ndjej emocion dhe përgjegjësi të veçantë shpirtërore. Kjo vepër nuk është thjesht një biografi, por një përpjekje e sinqertë për të sjellë para lexuesit jetën dhe veprën e një njeriu që i ka shërbyer shoqërisë me dije, përkushtim dhe humanizëm të rrallë. Teksa punoja mbi këtë libër, kuptova se Dr. Sali Kurti nuk është vetëm një stomatolog i suksesshëm, por një model qytetarie dhe fisnikërie njerëzore. Në çdo dëshmi, kujtim apo vlerësim që mblodha, gjeta respektin dhe mirënjohjen e njerëzve për një mjek që ka ditur të shërojë jo vetëm dhimbjen fizike, por edhe plagët shpirtërore të shumë njerëzve. Për mua si autor, ky botim ishte detyrim moral për të dokumentuar një jetë të ndritur, një histori suksesi të ndërtuar mbi sakrificë, punë të ndershme dhe dashuri për njeriu. Besoj se figura e Dr. Sali Kurtit meritonte të mbetej e shkruar në kujtesën tonë kolektive, si frymëzim për brezat e rinj dhe si dëshmi se vlerat njerëzore janë pasuria më e madhe e një shoqërie. Në fund, mjeku stomatolog Sali Kurti u ngjit në skenë së bashku me stafin e Mati Dental, ku falenderoi të gjithë ata të cilët kanë qenë bashkëdhëtar në jetën e tij, në momente të vështira por edhe të mira. Unë të shpreh me njohjen time për gjithë ju pjesëmarrës që keni ndjekur sot të program.
u falenderoj pa mas të gjithë. Ndërkohë, në mënyrë veçantë, duhet falenderoj atë që u bë sebeb që na mlodhi. Për mua sebebshiu sot është profesor Hamdi Suka, që më ka bërë atë libër që ju e keni përdorur dhe jam mirënjohës për jetë tjetër, sepse ka bërë një përmbledhje të jetës time dhe është një kujtim shumë i bukur për mua dhe për pasardhësit e mi. Faleminderit shumë. Po ashtu, duhet falenderoj shumë profesoreshën Jolanda Lila, redaktore e këtij libri, që është për mua profesoresha është një yll në ngjitje. Falenderoj pamas pjesëmarrësit tonë, pushtetit vendor, nën prefektin Hasan Pashën, edhe kryetaren e Këshillit Bashkiak, Zojnë Anila Stavasani, të cilët më kanë respektuar shumë me pjesëmarrjen e tyre dhe u jam mirënjohës për jetë. Edhe herë, falëndrim për gjithë ju, Zoti u gjithë, Zoti u bekov gjithë dhe u du me shpirt të gjithë. Kam një falëndrim për Mat Dentalin, për klinikën Mat Dental. Sot janë pak pjesëmarrës, por në sajt e këtyre, të kësaj rinie që shkëlqen syt, në sajt tyre unë jam sot tu. Kryesisht. Po ashtu kam një falëndrim për familjen time, për Iqbalën, për fëmijët e mi dhe të cilët natyrisht pa mbështetjen e këtyre nuk do ishin asnjë. Më pas të gjithë të pranishmit kaluan disa orë të këndshme në shoqërinë e doktor Sali Kurtit, mjeshtër i madh të familjes së tij, në një nga lokalet e qytetit të Burrelit, ku nuk munguan urimet për ikonën e stomatologjisë shqiptare, si edhe atmosfera e gëzuar mes këngëve e valleve.